Breshtaria mbetet një nga pasuritë bujqësore që vazhdon të mbajë gjallë ekonominë lokale në Lunxhëri. Kjo zonë njihet për traditën e saj të hershme në kultivimin e errushit dhe prodhimin e verës, duke qenë një burim i rëndësishëm të ardhurash për shumë familje. Toka pjellore dhe klima e përshtatshme e kanë bërë Breshtarinë një aktivitet jetik që brez pas brezi ka siguruar jo vetëm të ardhura, por edhe identitet për komunitetin. Një ndër vreshtarët që i ka qëndruar besnik kësaj tradite është 69 vjeçari Xhoxhi Kondi nga fshati Nokov. Prej rreth 25 vitesh ai merret me frutikulturë, duke kultivuar rreth 6 dynym vreshta. Ai tregon se puna në vresht kërkon përkujdesje të vazhdueshme gjatë gjithë vitit, që nga krasitjet në dimër, lidhja dhe pastrimi i ardhive në pranverë, deri te spërkatja dhe mbrojtja nga sëmundjet gjatë verës. Sipas tij, çdo stin ka rëndësinë e vet dhe çdo neglizhencë reflekton drejt për drejt në cilësinë dhe prodhimin e errushit. Punë e vreshtarisë ne kemi afërsisht 25 vjet, se kemi 2 vreshta. Ka shumë punë vreshtat që nga krasitja, më pastaj fillon arja, pastaj fillon spërkatja, e kështu me radhë traditja ka shumë punë, të do gjithë një në krye të punës. Çdo 10 ditë një do të jesh në krye të saj. Se ndryshe mund bie në një flamë i vret edhe kështu nuk e kupton, edhe kur të vish pastaj gjen të thata. Sot më bëj spërkatjen e barrit. Edhe duhet të bëj spërkatjen e dimrore, se kam bërë, që duhet të bëj ajo spërkatje me doj mos dimrorin e vreshtit. Këto janë punët e vreshtit. Pas spërkatjes, pastaj do presin të qelin. Pasi të qelin të vënë 3 gjethe, 4 duhet të fillojnë të bëjmë spërkatje. Ky aktivitet familjar ka nisur nga pasioni dhe vazhdon ende me të njëjtin përkushtim. Megjithatë, ai shpreh keqardhje që vreshtaria nuk po vazhdohet nga brezat e rinj, të cilët po largohen drejt qyteteve apo jashtë vendit. Për më tepër, tregu i produkteve bujqësore po bëhet gjithnjë e më i vështirë, me konkurrencë të lartë dhe çmime jo gjithmonë të favorshme për prodhuesit vendas. Ju nisëm një punë që tham që mundet të bënim diçka, të ndërtojmë këtu që mos të largoheshim. Po duke punuar nga çdo vit, e shikonin që ishte keq puna, që njerëzit largoheshin, që nuk kishe entuziazm fort si të punoje. Gjithmonë mendoje që po punoj kot. Edhe fundi erdhi që vështojmë vërdall shumë njerëj. Edhe kjo na vjen keq. Me këto që kemi bërë, kemi dhënë djerës mund, edhe prap asnjë nuk kthehet që t'i gëzoj. Ka mundime shumë, kështu me vështirësi dhe në Tiranë dhe në Gjirokastër, gjithnjë duke luftuar me bidona, themi. Jo se vjen një, për shembull një thotë që do vi ta marr unë një që ka lokale shumë, a kujtun, edhe vit thotë që do ta marr unë 5 kuntale ose 10 kuntale raki. Pavarësisht sfidave, ai mbetet i bindur se vreshtaria është një pasuri që duhet të ruajtur dhe zhvilluar, si një shtyllë e rëndësishme ekonomisë dhe traditës së zonës.